Si jeni? Mirë. Mirë. Bunavic, praktikisht është në fazë vitë ndërhysh, në fazë të parë një bërë 10, një bërë pak. Pjesën e parë të rrugës 4 km. Aktualisht jemi duke punuar në kuadër të programit të shtesës asfaltike për vazhdimin e kësaj deri në qendër të fshatit Bunavi, madje edhe një degëzim aty në qendër të fshatit. Kjo është rreth 3 km rrugë duke i dhënë akses gjithë kësaj zonës, ashtu siç e pamë është një zonë me potencial jashtëzakonshëm agro-kryesor, vishta fantastike. Por duke qenë që këtu kemi edhe baza, kjo është qendra e formimit profesional dhe shkollat e formimit të muajve të parë të vizitë ushtarakëve, baza e famshme e Bunavic, të cilës do i bashkohen kryeministër edhe një brigadë emergjencave civile që do jetë dedikuar për qarkun e Vlorës, ishte vetëm në qark që nuk ishte brigadë emergjencave civile. Dhe praktikisht në këtë bazë do jenë në mënyrë permanente 500 ushtarakë dhe personel mbështetës, çka e bën edhe një vend ku nevojiten më shumë shërbime dhe ne do gjejmë një mënyrë së bashku me bashkinë që të mund të marrin shërbime nga banorët e zonës, ushqim nga zona, në mënyrë që të rigjenerohet pak edhe ajo ekonomia lokale. Vila është 4.5 dhe 7.5 km nga kthesa e Bestrovës, në lidhje me rrugën nacionale, kurse ky segment që kemi aktualisht është 3 km. Dhe lidhet me qendrën e fshatit Bunavi dhe një degëzim aty në fshat. Ç'është e vërteta dëshira e gjithë banorëve mezi presin fakt që ta bëjmë ndërlidhjen e Unazës së 7 fshatrave dhe është një segment 1.1 km deri. Po që po 1.1 km do ta mbyllim Unazën. Është shumë mirë se ka. Jetë do ta mbyllim më burr, çfarë thua, po bazën detare toksore, ajrore Shqipëria në Vlorë ka në histori, kështu që ajo që thoni dhe ju shpesh, pra sa herë bëjmë një investim civil, i shërben edhe një infrastrukturë ushtarake dhe anasjellës. T'ja themi që tani, edhe këtu është mirë të bëjmë një ndërhyrje. Duhet ta përmirësojmë cilësinë këtu, po bëjmë gjitha të punë me konvikte dhe shkolle profesionale që do bëhen konvikte europiane që kush çon fëmijën sidomos nga fshatrat në shkollë profesionale ta ketë me kushtet më të mira. Tani po bëjmë ato të tjera tani. Tani këtu ku vinë ushtarakët për muajt e parë do t'i bëjmë kushtet optimale tani. Kë kemi mundësi, bëjmë investim, t'i përmirësojmë të godina, t'i bashkëpunojmë dhe me fondin, t'i veshim bëjmë me sistemin e kursimit e energjisë, t'i jenë top. Ka kërkuar ta shtohet ajo rruga deri në Bunavi. 1 kilometër e gjysmë. Ja, ka pas frena. Jo, duhet të jemi Lidhim me vllajë kriminaliste. Ja, si traditë kemi të kemi kafe. Po unë tradit pa tradit, në ty do ati kafe, do na jepni një kafe. 10 kafe, vetëm shëndeti, të dhoni Se duhet se flasim na duhet edhe shumë vite. duhet të llafosim pak për të lidhur atë rrugën, për të bërë unazë. Duhet të llafosim pak. Po të llafosim tamam, që mos marrim angazhime kot. Qëndruar parti për mua. Dëgjoj. Duhet ta dish parti ka ndruar dhe Churchilli kur e kërkon atë dheu. Se ju i doni me këto figurat botërore. Edhe Churchilli ndroi partinë kur e desha dheu. Po rregull je. Po mirë, ti je tjetër gjë. Se ty s'ka qelluar partia dur. Ti i qelloi partia gabuar e ndroi, në rregull. Po nëse do bëjmë 40 vjet. Po mirë, në rregull je ti, ç'po. Shiko, mos vazhdoni me të 70-20. Jo, Ju këtë partia tjetër. Tani kjo partia e re që kemi, i ka dhe ato të 70-20, ka dhe këta të rinj. Jo, unë dua vetëm ata që Atë pra ata, hajde du. Hajde, je penduar që ke ndruar parti. Ja, urda, shiko. Është i vështirë ai momenti ndrimit, për pastaj kalon. Hajde. U dole.
Hajde uli. Hajde. Merë nga Anglia këtu. Po i këto, kësaj. Nga Anglia, çka ke? Ja. Me video se ma do të po. Nga Anglia është ai. Ma merr me video. Po, ta marrun. E ke në linja apo jo? Po e kam. Po, në vjen keq. Po kush është ky? Paulo Dëma. Po lëre tani 44 s'ka pas votime, mos ja fut kot tani kënë 44 që voton. 44 o votoje o Pavlo Dëma. Urdo. O Pavlo si e mo vlla? Më ke marrë mua? Më ke marrë mua? Më ke marrë mua në telefon? Më ke dërguar dhe i mesazh. Edhe unë që kam bërë nuk jam... Sa vjeç je? Sa vjeç je mo? 56, 5 djem ke? Me të tërë me njerë i ke bërë apo i ke bërë me radhë mo? Me sezone i ke bërë, okej, në rregull. Unë dua të krej qunat aty, me bizneset e tyre. Po, pa tjetër. Këtë tërman për atë rrugën e fshatit aty, se kur marrin vesh që njeri do të bëhet, këti do të lihet. O, dëgjoj tani. Këtu jemi të fshati, shiko që bëhet, shiko. Te e kokë, mos shif Anglin, shif te. Këtu. I shikon këta? I shikon? Ha? A i shikon ja ku e ke djali Xhaxhait? Ja, bravo. Ja ku e ke... Ore, qa ke që në visa ndek te, përqëndrohu këtu. Ja ku e ke djali Xhaxhait, shiko e. Shiko këtu, po shiko. Ja. Dëgjoj tani, ne jemi këtu te kjo rruga, tani sa po i thash, hajde ulemi çik, flasim çik dhe për atë lidhjen, ta marrim vesh eksakt sa është ajo lidhja, sa është ajo lidhja. 1.000 metra. Por për 1.000 metra, po që 1.000 metra ne e bëjmë përpara se sa ti ta rish në shtëpi atje. More vesh apo. Kështu që se ka mendje, nuk e ka mendje. Po ku e ke mendjen, ku e ke shiko, se ka mendjen, shiko, nuk e ka mendjen. Ik se po na bën të pa bër, po ik. Mos ta mbyll unë, po çfarë do të shoh ty duke i dhënë makinës mo? Ore shiko, duke i dhënë makinës unë shoh vetëm lulin, ty nuk të shoh. Po. Po si urdhron? Urdhër tjetër ke? Si urdhon? Na mbyti këtu, na mori gjithë. Po ikëm, a shiko, e di se mua beti, unë në këmbë, këta në këmbë, ne spim dot kafe, ti na mban me llafe. Ik tani, hajde. Llafe shumë ti na shkondi. Do na jepni një kafe apo do? Po kafe do japim? Po si çka kafe? Pak më shumë, po ne porosisim Jo, më shumë, më studiet e një kafe do. gjysmore vin të gjitha. Shiko, në qoftë se na jepni, mirë. Në qoftë se na jepni, i themi Ermalit, na jep Ermali. Kemi edicionin atje. Ore Birqa, ore shiko. Birqa që ta dini ju, unë e kam vlla. Partie. Apo jo, sa kohë kemi bashkë? Birqa ka qenë një nga ata që më kanë mbështetur mua kur këta të tjerë që thonë kemi 7 vjet të parti më shikonin thoshin çdo ky këtu. Haram qumshi i nënës. Po tani. Se më shikonin si demokrat. Unë demokrat jam, po jam demokrat socialist. Jo, po, demokrat socialist. Në det. Unë jam demokrat në det, si ata të rinjtë e FRPD-s Vlorës, ata janë me detin, s'mutrin kënet ata. Kështu që Birqe, tani kush do na japi kafen, s'po insistoj shumë. Ore nuk kam kërkuar në një kafe. Ore s'kam kërkuar në herë me. Mua më ka ardhur i madh i Se unë e kërkoj nga ti. Po, Leri këta më utrazon me këta. po mirë, hajde gëzuar me ujë qatë. Jo, do pime kafe. Tu do pjet kafe raki, kryeminist. Raki jo se kemi punë. Unë kryeministër do them që ti me gjithë familjet ke shëndet,
edhe vetë Ku është Tana keq Golli? përshëndet Tana edhe Golli. se na duhesh edhe shumë vite të tjera. Më një kafe bërë, kaj shumë sa abonove, një kafe për mua, po qam diti mua më ballisë ditë ha unë e të shok të tjerë duke ngrënë, duke më parë mua që ha. Po qa bëhet shumë më bërë. Tana Golli, ky është drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Autori i një transformimit të madh, udhëheqësi i transformimit të madh në Shqipërinë rajonale, në çdo rajon me investimet, dhe Fondi Shqiptar po bën këtë rrugën. Tani, është vullneti i gjithë këtyre këtu, këta kanë hedhur italianin mbrapa ndet. Këta i kanë treguar dhëmbët Gjermanit kur donte të vinte të kapte italianin se e morën këta në mbrojtje. Këta kanë fshehur ebrejt në përmale dhe nuk kanë lënë një ebrej ta kapin gjermanët. Dakor? Këta i ka rezistuar imperializmit amerikan fuqishëm. Sovjetikun as nuk e llogarisin fare, kanë kthyer mbrapsh Bashkimin Sovjetik, i mbajtën dhe në ndecet peng. Tani këta mor vlla për 1 kilometër rrugë, e di çfarë bëjnë apo jo. Kështu që më mirë bëja se ta bën pastaj. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Jetë gjatë. Llakatun pra, për Llakatunin do flas. A është 1 kilometër? Një 300 Po jo, 1-200, 2, 3, 4 kilometra, deri në 5 kilometra, deri në 5 kilometra e premtojmë dhe e bëjmë sot. Mbi 5 kilometra na duhet po dolim mbi 5 kilometra. Dolim mbi 5 kilometra. Atëherë do turproni të parët komunistë që më kanë gënjur. Nuk kam besim ke ky, se ky është demokrat. Ta nuk gënjen asnjëherë se i kam mësuar lulet tonë vërtetën. Kam qenë. Deri 13-ën. Demokrat jemi bashkë. Jemi me pësën. Demokrat me pësën. Çka e vërtet këtë më mirë di edicioni? Jo më janë rregull, po bëj shaka, Nuk do ta bëjmë. Mbaroj. E kishte merak, shumë merak Ermali, ma tha, aman tha, se i thash ku po shkoj në Muravi. Aman tha, shikota se aty tha nuk mund të kthehemi, po nëse nuk do. Po ça? E kishte merak Ermali, e kishte merak Bledi. Po ashtu, ministri e kishte merak se ky ka hall në bazës, nuk ka hallin tuaj që Jo, edhe në hallin ka. bazës ka ky. Nuk e hedhi poshtë, Ai që i pari. Që ti vlla duhet marrësh medalje për durim. Si duron këta ti, unë nuk e di. Po si duron, Më mirë, po të më thonë mua, hajde këtu, në vend bishë, ose shko në një vend, ku di unë shkoj atje. Qa të bëj bishë, mos ka lidhe po desh. Qa të bëj? E lini ju? Dua ta ngrej një shëndet për bishën. Edhe pastaj për të tërë ju bashkë. Bashkë me juve. Për të tërë ju bashkë. Për partinë tonë nuk diskutohet. Për Shqipërinë në BE. Duhet ta fusim në BE. Kërkesa numër 2, urdhëro. Tani e pete ku ishte lënë asfalt. Ku ishte lënë asfalt. Tani që të jemi të qartë bashkë njerë, se unë e kam shumë me qef t'i bëj këto teste për veten time. Ti nuk je i Joni komplet. Me sa të shoh. Unë janë komplet. Një sekond. I Joni komplet ti nuk je. Po le tani. Ai mund ta votojë Partinë Socialiste nga halli se partinë vetë se kanë terezi, po Joni s'është. Në rregull, nuk ka rëndësi. Thjesht për çep, nuk ka rëndësi. Kryetarën aty. Tani, deri në qaf, ajo rëshqet. Ku? Nuk e pashtruar. Pa. 200 metra. Ajo vjen gjithmonë në shkari, gjithmonë. Do një E keni pjesë projektit të? Hajde këtu. Hajde më këtu. Do një mur aty. E keni pjesë projektit? Rëshqitjen 200 metra që rëshqet. Do shardile dhe rëshqet. Vetëm e këta shiko, në çdo vend tjetër të Shqipërisë
mund të më lini dhe në i sherë hapur, në këta zduar sherë se nuk durohen, fare, janë të merë. Do më që kur erdha, ndava mëndim, do vete, po qa do thonë, do them po, se me këta sherë hapur nuk lihet. Në çdo vend tjetër menaxhohet, tu nuk menaxhohet. Kështu që, dakord je? 200 metra i ketë bëra. Edhe unë do të bëjë që do një për kryeministrin të qetë kryetar në Partisë Socialiste. Ja këtë do të sokrat. Po një kafe ma bët. Gëzuar demokrat. Gëzuar. Je imam. Inshallah 100 vjeç bash. Dhe të uroj shëndet dhe jetë gjatë. Hajde. Meritojnë ta.